Do të bisedojmë drejt për drejt me politologun Ardit Gjinali që lidhet drejt për drejt në këtë emision. Të ngjatjeta, zoti Gjinali. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sikur po duket, do të kaloj edhe një vjet kur shkojmë në Shqipëri kaq lirshëm dhe më tutje kur shkojmë në Shqipëri do të shkojmë në Evropë. Kur ta vizitojmë Shqipërinë, do ta vizitojmë Evropën. Do të ndjehemi të diskriminuar në Kosovë? Shikoni, konstatimi juaj patjetër që teorikisht do të ishte i dëshirueshëm, po patjetër që ka dhe romanticitetin e vet politik dhe patriotik pozitiv në kuptimin e mirë fjalës. Është e vërtetë që procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet absolutisht ylli polar i shoqërive si Shqipëria, apo dhe i vendeve të tjera konstruktive në rajonin e Ballkanit, përfshirë dhe Republikën e Kosovës, Republikën e Malizzi, apo dhe atë të Maqedonisë Veriut, për te ritmeve të ndryshme, dhe patjetër që në njërën anë të medaljes, në atë gotën e cila duhet parë e mbushur plot, po, hapja e kapitujve absolutisht që është një moment pozitiv. Por hapja e kapitujve është dëshmi e vullnetit të mirë dhe për te këtij vullnetit të mirë, mesazh politik i qartë i Bashkimit Evropian për zgjerimin e mëtejshëm drejt rajonit Ballkanit, ku prioriteti politik është ndërparë në aksin politik Podgoricë-Tiranë. Ky aks politik Podgoricë-Tiranë, për te faktit që në gjatësi është lidhur nga konteksti politik i momentit dhe nga vullneti i Bashkimit Evropian, absolutisht që është në drejtime dhe trajektore të ndryshme. Pra nga njëra anë, Podgorica, e cila ka hapur ka mbyllur kapitullin e 14 nga 33 në total, dhe nga ana tjetër që Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt, por ende nuk ka mbyllur asnjërin prej tyre. Kemi nga njëra anë një prononcim dhe një shpalosje të synimit të qeverisë në lidhje me përmbylljen brenda vitit 2027. A është real, a është realistike? Pa paragjykuar, objektivi nuk është real, absolutisht që është një deklaratë politike, e cila në rastin më të mirë mund të shihet si konfirmim vullneti, por mbetet shumë e vështirë dhe komplekse dhe në kufijt e pamundurës mbyllja e procesit brenda vitit 2027. Më lejoni të sjell në vëmendje vetëm një fakt. Që të filloj procesi i përmbylljes së negociatave, të kapitujve të negociatave, të cilat tashmë janë të hapura, në radhë të parë duhet që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të garantojnë për Shqipërinë një ibar pozitiv. Ibari për lehtësi të komunikimit, nuk e përdor në këtë term, për të shpjeguar me një fjali, është shkurtesë përkatësisht për raportin mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve, ku vlerësohet përparimi i sundimin e ligjit në gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit, përkatësisht për kapitujt 23 dhe 24 në negociatat e antarësimit, që janë kapitujt kyç. Dhe në këtë moment kemi një bllokim të ibarit dhe përkatësisht të një deklarimi nga vendet e Bashkimit Evropian në lidhje me këtë moment. Ky bllokim, për sa i takon faktit të deklarimit të ibarit, të një ibari pozitiv për Shqipërinë, pamundëson fillimin e procesit të mbylljes së kapitujve. Pra dhe nëse në rastin më të mirë teknikisht jemi gati për ta mbyllur disa nga kapitujt, kemi momentalisht një moment stepjeje nga vendet e Unionit, përkatësisht për momentin për të mos dhënë miratimin për
fillimin e mbylljes së procesit. Nuk e di nëse e përsolla qartë ato që të thosha, pa dyshim që kjo që po them është pak larg optimizmit të përgjithshëm, as fare nuk është qëllimi për të erësuar pritshmëri, pasi secili prej nesh, si qytetar, si komentator, si njerëz të letrave, si shqiptar në tërësi, absolutisht do e dëshironim për mbylljen e procesit të integrimit europian sa më shpejt. Çfarë përmbyll këtë proces, zoti Gjinali? E përmbyll vullneti politik për cilin folët më herët, apo përmbushja e vërtet e reformave që kërkohen? Është ndërthur në fazën e parë, Bashkimi Evropian e dëshmoi vullnetin e tij politik në lidhje me hapjen në një kohë shumë të shpejtë të gjithë kapitujve për Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo është pjesa e parë që dëshmoi vullnetin e Bashkimit Evropian, një vullnet I cili është parapar pozitivisht kufizuar në periudhat më hershme, por periudhat tanishme si rezultat të konteksteve gjeopolitike të kohës, absolutisht që ka qenë një vullnet pozitiv. Më pas pjesa teknike, patjetër që I takon dhe përmbushja në tërësi, patjetër që I takon vendeve. Por mbeten shumë të rëndësishme, siç e thash edhe më lart, përkatësisht në kapitull 23 dhe 24, përkatësisht për luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe një gjyqësor të pandikuar dhe mos në hyrjen e politikës. Pra, në secilin rast, elementet thelbësor dhe shtyllat politike të procesit janë pikat cilat përmendëm më lart dhe përkatësisht kapitull 23 edhe 24 në negociatat e antarshtimit. Më pas pjesa tjetër dhe në qoftë se ka çedime apo vullnet, parashihet një vullnet negativ nga ana e Shqipërisë në përmbushjen tërësore dhe në ndjekjen e të gjithë asaj linje politike dhe institucionale përkatësisht në frymën që përbën kushtet e këtyre kapitujve, patjetër që më pas dhe procesi teknik ka hezitimet dhe pezullimet e veta, pavarësisht gatishmërisë ose jo, ekspertizës të kualifikuar apo jo, që mund të ketë Republika e Shqipërisë. Pra ne urojmë që në radhë të parë vendet e Bashkimit Evropian të japin autorizimin e të quajturit I bar pozitiv për Shqipërinë për të filluar më pas procesi I mbylljes të kapitujve, që patjetër bartë sfidë në vetvete, sepse dua t'ju kujtoj vetëm një fakt. Mali I Zi e rifilloi mbylljen e kapitujve në qershor të vitit 2024, përkatësisht kur vendet e Bashkimit Evropian në mënyrë unanime miratuan I barin për Republikën e Malit të Zi dhe më pas filloi për faza e dytë pozitive e përmbylljes së kapitujve të radhës. Dhe siç u thash më lart, sot Mali I Zi numëron 14 nga 33 kapituj, që është një lajm I mirë sidoqoftë për rajonin, sepse në gjithsesi dhe Mali I Zi është një shtet I rëndësishëm gjeopolitik në rajonin e Ballkanit, ku antarësimi I cilit patjetër që thot shumë për te antarësimit dhe në kontekstin politik të rajonit dhe në mënyrën se si është formsuar rajonin tërësi. Por për të kthyer Shqipërisë, mendoj që patjetër është shumë e rëndësishme që vullneti politik tashmë nga Shqipëria dhe barazlargimi I qartë I pushtetit politik nga pushteti gjyqësor, garantimi I balancës qartë dhe asaj ndarje e cila sa që është e qartë është edhe e brisht në shumë raste, mendoj që është elementi thelbësor që do të garantonte pikërisht vijimsinë e procesit të Shqipërisë. Është moment në cilin tashmë mesazhet politike kanë përfunduar, ajo që ishte për të bërë politikisht u realizua, vendit ju hapën kapitujt, tashmë është koha për përfunduar
procese dhe për të mundësuar mbylljen e një pas njëshme të kapitujve, që patjetër që është edhe pjesa më komplekse, as fare e lehtë, por që është edhe pjesa para përmbyllëse. Dhe që në fund të ditës garanton që dhe nëse de jure nuk je pjesë e Bashkimit Evropian, për shkaqe të ndryshme dhe të rrethanat brendshme të vetë Unionit në tërësi, absolutisht që ti takon standardet europiane në shtet konsolidim, në politikë bërje dhe njëkohësisht në mënyrën se si në tërësinë e vet garantohet një prosperitet social për qytetarët e tu. Kur e shihni ju Kosovës, unë mendoj që të mbesim te Shqipëria vetëm edhe pak. Kur shihni ju mundësinë e mbylljes së kapitujve? 2027, 2028, përgjigje të shkurtër të lutëm, dhe si e zë 2029 dhe 2030 Shqipërinë? Ku e zë? Përgjigje të saktë ne nuk mund të japim, sepse nëse kjo intervistë do të zhvillohej 7 muaj më parë, për shembull, pra nëse do të vendoseshim në kohë përpara, patjetër që peizazhi ishte më optimist. Okej. Pra janë dinamika të cilat mund ndryshojnë nga momenti në moment dhe pikërisht ky moment paksa jo shumë optimist tani, mund përkthehet në një optimizëm, mund të kthehet realisht në një moment të mirë të qëndrueshëm më vonë si rezultat i faktit që në vetvete vendet e Bashkimit Evropian shohin që pikërisht ato kriteret që u përmenda më lart, shohin tek Shqipëria që janë në përputhje dhe në frym me procesin tërësi dhe me atë që kërkohet nga Shqipëria. Në këtë moment që jemi, duke qenë se në mënyrë kalendarike ne ndodhemi në hyrjet muajit prill, është e vështirë që ai numër kapitujsh të mbyllet rreth 16 brenda vitit 2026, nëse nuk gaboj në numër, janë anësuar nga qeveria dhe në tërësi në gjithë vitit 2027 të mbyllet i tërë procesi. Për mua, nëse do ta marrim në bazë të kriterit tërësisht të përmbushjes së reformave, pra në bazë të kriterit që përparimi arrihet përmes reformave, absolutisht që 2027 është një afat kohor i parealizueshëm. Në qoftë se më pas do të ketë një përshpejtim si rezultat i vullnetit politik dhe do të kemi si në rastin e Bullgarisë apo Romanisë, ku të quajturat mekanizma mbrojtës vijuan. Pra, mekanizma mbrojtës ndaj shteteve, por që ishin monitoruese, edhe pasi u miratuan antarësimi i tyre, pavarësisht se nuk ishin arritur kushtet e plota të tyre, kjo më pas është për të parë dhe mbetet çështje e vendimeve politike. Por nëse do të qëndrojmë në atë që në vetvete Bashkimi Evropian përfaqëson sot për sa i takon vizionit për sa i takon zgjerimit, unë vitin 2027 e shoh praktikisht pamundur që të realizohet përmbyllja e procesit. Do të uronim shumë të gjithë, por objektivi është jo realist duke patur parasysh që nuk është mbyllur asnjë kapitull deri tashmë që është prilli i vitit 2026. Dhe që të mendosh që muajt e punës nuk janë 12 muaj dhe në çdo lloj konteksti. Pra, nëse do bëjmë llogarim pas të ditëve dhe muajve të punës efektive të institucionale, patjetër që është më pak se sa periudha e rreth 18 muajve apo diçka. Dhe realisht është një objektiv i paarritshëm, i bazuar në rit. Më pas, nëse do të ketë shtytje përpara politike, kjo është një çështje tjetër, e cila padyshim mbetet më pas në kadrin e vendmarrjes së Bashkimit Evropian dhe në kuadër të gjithë kontekstit gjeopolitik në perspektivë. Si e sheh Kosovën? Është një përshtypje e përgjithshme se këto zhvillimet e brendshme politike në Prishtinë janë ato që janë pengesat më të mëdha në këtë rrugtim që Shqipëria vetë e ka filluar. Patjetër që ka ndikuar, dhe ndikimi nuk është as pak i kufizuar, është një ndikim i gjerë. Dhe vetëm kujtojmë
vizitën e anulluar të zonjës Martakos në Prishtinë. Pak ditë pasi filloi sërish cikli i mosmarrëveshjes politike dhe institucionale dhe për sa i takon zgjedhjet dhe procesi i zgjedhjes presidentit, por në të njëjtën kohë edhe takimeve qoftë zonjës von der Leyen, e cila erdhi në muajin nëntor apo dhjetor në Prishtinë, por duke takuar zotin Kurti ndërtesën e parlamentit, apo pra takime të cilat patjetër dërgonin mesazhin që Kosova është në vëmendje, por absolutisht që institucione në detyrë nuk mund të kenë të njëjtin legjitimitet me institucionet ushtruese të detyrë, nuk mund të kenë të njëjtin legjitimitet me institucionet e zgjedhura për të vijuar më pas të gjithë procesit. Patjetër që takimi i zotit Kurti me zotin Macron është një moment pozitiv, i cili nuk mund të lihet pa u vendosur në vëmendje, dhe mi gjitha dëshmon qartë vëmendjen e aktorëve europian të dorës parë përkatësisht ndaj Republikës Kosovës. Pra Republika Kosovës është një shtet i cili shihet me syrin dhe vullnetin pozitiv nga fuqitë kryesore vendimarrëse në Bashkimin Evropian, por patjetër që shumë ndër detyrat dhe shumë ndër elementët thelbësor i të gjitha të mbarvajtjes dhe funksionimit efektiv institucional të brendshëm janë detyrë e klasës politike në Republikën e Kosovës. Patjetër. Patjetër që dhe heqja e sanksioneve, përtej faktit që ato sankcione ishin pa drejtë, apo kjo është një histori tjetër, por heqja e sanksioneve në tërësinë e vet, absolutisht që përbën vullnetin pozitiv dhe dëshmon qartë që nga ana e tij Bashkimi Evropian është gati për një faqe të re. Por kjo faqe patjetër dhe ky ndërveprim nuk mund bëhet i njëanshëm, por duhet është nga dyja palët. E qartë. Do të varet më tepër nga kryerja e detyrave në shtëpi, këtu nga klasa politike, apo nga vullneti politik i Bashkimit Evropian? Avancimi i Kosovës në tërësi kryesisht dhe thuajse tërësisht, përtej patjetër fazës së përmbushjes së kritereve, absolutisht që ka të bëjë me pjesën politike. Dhe që të arrihet kjo, patjetër që Bashkimi Evropian duhet bëjë pjesën e tij, por nga ana tjetër dhe klasa politike në Kosovë duhet që të realizojë punën e saj. Dhe puna thelbësore është absolutisht shmangja e krizave ciklike politike, ndërveprimi dhe dialogu politik dhe marrëveshjet politike të qëndrueshme, jo si pazar, por në emër të shtetit, pikërisht për të bërë mundur që Republika Kosovës, si në samitin e NATO-s, i cili dhe nuk i referojmë 2027-ës, po me shpresë 2027, po të paktën 2028-ës të marrë ftesën në përfundimin e të 10 vjeçarit të formimit dhe transformimit të ushtrisë Kosovës, të marrë ftesën për në Aleancën e Atlantikut Veriut, dhe nga ana tjetër, patjetër që vitit 2026 dhe 2027 janë vitet ku realisht diplomacia kosovare të ndërmarrë të gjithë aksionin e nevojshëm politik dhe lobues për hapjen dhe për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës, i cili ka mbetur në sirtarët e Bashkimit Evropian, dhe të paktën presidenca irlandeze, e cila do të vazhdojë presidencën kipriote në muajin qershor, të jetë patjetër lajmtari politik që do të fillojë të shqyrtohet aplikimi i Republikës Kosovës. Pra do të ishte një mesazh i rëndësishëm politik. Por ky mesazh politik nga Bashkimi Evropian nuk mund të vijë pikërisht në atë errësirën e kaosit politik në cilin Kosova po lundron tashmë për më shumë se sa një viti, dhe që urojmë që të paktën me afatin e ri të gjykatës kushtetuese të ketë zgjidhje institucionale të përshtatshme nga aktorët politik, dhe megjithatë patjetër që unë i qëndroj faktit që përtej preferencave politike dhe secili simpati që kemi për politikanë përveçëm ose jo, gjithmonë përgjegjësitë kryesore i takojnë më të mëdhenjve në politikë,
atyre që kanë më shumë numra, cilët duhet ofrojnë dhe zgjidhje në funksion të shtetit, të smirës shtetit, pikërisht në përputhje edhe me atë vullnet që i ka konfirmuar ata në pozicionet që ndodhen. Pra qëllimi i parë do të thotë që të përcjellësh pikërisht arrogancën e të parit, por përunësinë për të garantuar një shtet efektiv në përputhje me vullnetin e shumicës qytetarëve të atij shteti që të kanë votuar për të qenë ti në krye të punëve të atij vendi. Por patjetër që nuk mund të jesh vetëm pa ndërveprimin dhe të atyre të cilët sot janë opozita në Kosovë, të cilët nuk mund thjesht dhe vetëm të vendosen në cepin e rrymullit politik, por përfaqësojnë të paktën mbi 40% të vullnetit qytetarëve të Kosovës. Gjithsesi, zoti Gjenali, unë ju falenderoj shumë kënaqësi për mua sa herë që bisedojmë së bashku. Të falenderit për sot dhe për vështrimet tuaja që i ndat me audiencën tonë. Dhe urimet më të mira sonte. Do të presim. Për kombëtarët e Kosovës, absolutisht që është një ngjarje futbollistike e cila na gëzon të gjithë si shqiptar. Njëjtë si na gëzoi absolutisht dhe fitoria në Slovaki, përkatësisht në Bratislav dhe realisht, dhe këtë nuk e them thjesht për koherencë bisede dhe nuk e them thjesht në respekt të audiencës së televizionit tuaj, por patjetër që pjesëmarrja e Kosovës në botror politikisht do të ishte më e rëndësishme edhe se pjesëmarrja e vetë Shqipërisë, pasi Kosova absolutisht që e ka nevojshme si oksigjen pikërisht pjesëmarrja në secilin ngjarje futbollistike, artistike dhe secilën ngjarje me rëndësi botërore. Urojmë shumë që të jetë më e mira sonte, por edhe nëse nuk ndodh, absolutisht që ajo përfaqësuese ka shkruar me gërma të arta emrin e vet dhe zhvillimi dhe perspektiva në tërësi absolutisht që është e drejtë. Faleminderit shumë për urimin e mirë. Kënaqësi shumë që folëm, faleminderit zoti Gjenali.